Një atmosferë energjike dhe pozitive shoqëroi takimin e kandidatit socialist për deputet Vullnet Sinai me banorët e qytetës së Orikumit. Në fokus të diskutimeve ishin problematikat e përditshme të zonës, me theks të veçantë te çështja e hipotekave dhe zhvillimi i mëtejshëm i qytetit. Banorët shprehën nevojën për një përfaqësim më të denjë dhe mbështetje konkrete në kuvend. Fjalën e dhënë kandidati Sinai e cilësoi si më të rëndësishme se çdo gjë tjetër, duke theksuar se mbështetja që ka marrë ndër vite nga Labëria dhe e gjithë zona i jep forcë dhe motiv për të vijuar më tej. Ky është mandati im i tretë që kërkoj dhe njëkohësisht me mandatin tim të tretë, patjetër që kërkoj të votohet Partia Socialiste dhe Edi Rama për mandatin e katërt. Njëra parti mundohet të mbaj oborin familjar dhe tjetra ka dalë të kërkoj votën qytetarëve për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, po dhe të përplaset dhe të përballet me qytetarët për çdo problem që ata kanë. T'ju kërkoj ndjesë nëse se ka bërë mirë punën dhe të kërkoj votën për të ardhmen duke premtuar që do korrigjoj gabimet që ka pasur në të shkuar. Pra ky është një dallim i madh dhe kuptohet që duhet mbështetur Partia Socialiste dhe Edi Rama. Unë nuk di të gënjej dhe nuk premtoj gjëra që nuk i bëj dot. Kur më thanë që deputeti mbyll telefonin, e thash që ky telefoni është prona ime dhe e kam unë në dorë. Dhe ky telefon nuk ka për të mbyllur asnjëherë për asnjërin që ka një hall. Dhe ky telefon ka nditur dhe vazhdon të jetë hapur prej 8 vjetësh, duke u përgjigjur çdo qytetari, çdo banori të asaj zone, çdo qytetari të Vlorës, ndoshta edhe në Orikum këtu ka pasur njerëz që më kanë marrë telefon, për t'u përgjigjur për hallet dhe shqetësimet e tyre. Dhe unë kam shkuar sa herë më kanë kërkuar në zonë për problemet e tyre. Këto dy gjëra premtova dhe këtë fjalë e kam mbajtur. Them sot që mbas 8 vjetësh, jo vetëm ju kam kthyer shpresën, por ju kam kthyer dhe besimin që ajo zonë do bëhet. Unë vi këtu në Orikum sepse kam përkrajen dhe mbështetjen e një zone të tërë. Kjo është e drejta ime morale të vi këtu në Orikum të kërkoj votën. Ma ka dhënë të drejtën morale Labëria dhe gjithë Vlora që i kam shërbyer. Po kam edhe një sfidë tjetër, e cila është shqetësimet, problemet dhe hallet që dëgjoj këtu në Orikum. Unë kam ardhur këtu dhe jam në politikë sot sepse dua të bëj më të mirën për vendin tim.